Pra një ngjarje vëllezër të dashur që më ka, si thonë ajo, inspiru që të më thonë edhe ju të ndajmë bashkë këtë mirë. Baba në moshën 7 vjeçare djalin ditë gjumaje i thëtë sot do shkojmë në gjuma. Ju e dini hadithin e pejgamberit, ka thonë urdhëroni fëmijët, mësoni fëmijët për namaz në 7 vjet. Për 10 vjet pak është me qërtim, me qërtim. Por në ditë se namazi pa abdes nuk mundet. Pra qish fëmiji në 7 vjet duhet mësohet të pastrohet, duhet marrë abdes. Pra i thot, hajde të marrësh abdes, do pastrohesh pastrim fetar, do t'i veshësh teshat e jashtme dhe të mbrëmshme, të pastërta që të shkojmë xhami. Bashkë me djalin te dera e xhamis i thot qëtosh, do të him xhami me këmbën e gjathë, edhe do bëjmë një dua, o Zot, na i qel derët e rahmetit. Edhe kur do him rënda në xhami, dhe falim tahiyetul mesjid. Tahiyetul mesjid, përshëndetja e xhamis, edhe deri të theret ezani për ta falë namazin e xumas apo hutben, nuk do bëjmë zhurma. E mëson baba djalin se duhet. Pra, mas që e falin namazin, ki djali i mbetet me rakit e imami. Kur dalën për xhamajs, baba i tha, kur hinem xhamaj, tham, o Zot, na i qel derë të rahmetit, që tash kur dalën për xhamajs, thoni, na i qel derë të riskut. Allah do ta perisë, e qove urnin Allah në vend, vallaj. Deti e kapi për dore babin, tha, babi, unë du të bëjmë imam. Tha, hajtë sëllat, hec. Vetë se du të bëjmë imam. Ajo bukuria ati, fjalët ati, Kurani ati, sjellja e imamit, i lani për shtipje jashtëzakonisht bukur. Pra, ki djali e ka kap barbën për dore, kur rinë të shtëpia, i thot nanës, oj mami, mas që e përqafon, unë du të bëjmë imam. Baba e ndigjon. Ai nande, oh, biri imam i nanës. E din i le meraka. E në baba i thot, shiqo, nëse ki djali jon, dëshiron të bëhet imam, do ta qojmë te ura e drunit, 3-20 minuta, e mandej do të bisedojmë. Gjali 7 vjeçari thot, jo te ura e drunit, po te ura e gurit të shkoj. E ndoraj një gjysmë ore. Shkon gjali te ura dhe kthehet. Kur kthehet, të çka pa e? Tha, pash një urë, shumë e fuqishme, ketë me gurës. Për fundi një lumë shumë i vështirë. Për sipër, pash ta kaleshin kamiona, kaleshin lumuzina, kaleshin kafsh. Tha, orbir, nëse bash imam, duhet bash që kjo ura. Dhe mos i lëshosh as një pash se mëjten. A më kuptoni ku e kam qëllim, vllai. Dhe tira si imam është shumë e shenjtë, po shumë e rëndë. Dhe mu përete ka nevoj për ndihmën e Allahut, po edhe ndihmën e shoqërisë. Allahu Ekber. Kriti 8 vjeçaren, kriti medrezen, fakultetin, u punësu si imam, mashallah, mashallah, 1 vjet vazhdon, xhamati e duan kret. Mas 1 vjetit, 1 xhamat li mrapa, namazin e drekës, sa dalëm për xhamajs, si ti vjet mrapa këti imamit, fjalë më të poshtra ja thot. Ama imami zban za, kokën ullër dhe po ecën ka shtëpia ku e ka pasur. Ki poshtë vazhdon, kur më rinë të mohalla, i thot imami ati xhamatliut, shiqo thot, kjo është mohalla jeme, më duan shumë. Te po folën diçka, po unë nuk ndigjoj. Thot, mos e ngren zanin se kur do të kuptojnë se me mu e kje, do të damtojnë të i. A i shef një vëllezër të dashur, qarë sjellje. Po në bërtit të dalën ato xhamatit të tasosin, se tonë, rabushin. Allahu Ekber. Kur mrejnë të dera për të hi imami, atëhere i thot, o vëllar, unë e shof se te i folën mas mije. Nëse ke me mu, thujen diçka se te ndoshta të thosh, ose si nja thashe në shkot. Edhe imami hinë mranda. Sa hinë mranda ki ndalet? Thot, mirë be. Thot, unë e kisha problemin me shoqen. Unë e kisha problemin me djalin. Unë e kisha problemin me vajzën. Po çka më bani hoxha mu? Po më marr shpirtin Allahin që këtë moment. A ka xhenet për mua? Tokën derën, imami duke qitur xhipen, del thot, urna, thot, a ma ban halal?
imamit e ta, më bën halal. Të ndigjar, unë si njeri kam gabime, po pasha Allahun. Ata që mi ke radhitur pite xhamia e deri të shpia, asnjë nuk e kam. Po Zoti të udhëzoft. Po thot, a nuk i ndigjo kur gjë? Dhe jo. Më ka pyet njëri 3 mesele. Isha angazhuar, se ai do të më bëjë se mua mesele do t'ja kallëzoj. Tha, ma ato meselet isha angazhuar, kam harru këtë. Për ata, kinezët kur bëjnë operaci veshin, e krefin këtë dhimje në këndi, e keni smetë dhimës. Kur hikesh për gjarpnit, i bie me këmbë gurit nuk e merr vesh, se i ke frikën këtë gjarpni. Pra, ki ka qenë i angazhuar me 3 mesele, edhe për ata nuk e ka ndaj as pak si që ka folën ai. Edhe i thëtë ndëjo, kur e pash qilin besova se ka një Allah që e ka kriju. Kur e pash, më thonë, viqin besova se e ka bën lopa. Kur e shiqova qingjin besova se e ka bën, më thonë, delja. Për kur i shiqova njerëzit nuk kam besu se do shpëtoj për goreve të tire. Kjo fjallë ta dini se është me vend. Neve vetëm një vend në thonë mirje. Kur vdesëm, kur thonë si e dini mirjemi. Po së është për islamit ajo. Nuk është për islamit dhe. A para asaj, mrapa asaj, gjithmonë në shajnë, gjithmonë në folin. Pra, kur e pash qilin besova se ka një Zot, kur e pash qingjin besova se e ka ba delja, kur e pash viqin besova se e ka ba lopa, po kur i pash njerëzit nuk kam besu se mund shpëtoj pigojve të tire. Po nëse ma shajnë gjiben, kanë shajnë roba qepsi, se kam qepune. Po nëse ma shajnë për shembull trupin, kanë shajt Allahin se kam kriju une. Po nëse ma shajnë gojnë, kanë shajt fjallën Allahut se kam thënë vetëm Kur'an dhe hadis.